Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrolis TV. Jemi këtë të martë në emisionin Kuvend, si çdo të martë ku sjellim pajtesa pak më ndryshe se sa thjesht një bisedë në studio. Unë zakonisht i ndjek disa evente shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me zonën e Lezhës, por edhe me veriun përgjithsisht. Kësaj radhe jam dalë në Shkodër, te zoja e Këshillit Mirë, tek bazilika atje. Është në 130 vjetori i pajtorës së Shqipërisë. Është një event shumë interesant, një nga eventet më të rëndësishme për Kishën Katolike, por mbi gjitha edhe për komin shqiptar, pse jo? 33 vite më parë, aty ka qenë Papa Gjon Pauli II që erdhi për vizituar në atë kohë Shqipërinë. Dhe ka bërë veneracionin e duhur pikërisht për Zoja. Natyrisht unë do të nalim për meshën e madhe që u bë atje, po duhet sjell vetëm pak historik. Me 26 prill, kalendari kishtar përkujton festën e Zojës së Këshillit Mirë. Sipas legjendës, Zoja u largua në vitin 1467 për të shpëtuar Tuzhë dhe u vendos në Gjenazano të Italisë, ku nderohet dhe sot si një nga shkrimtarët më të rëndësishëm. Kjo figurë është lidhur ngushtë me historinë e vështirë të katolicizmit të trojës shqiptare pas vdekjes së Gjergj Kastrioti dhe Skënderbeut. Gjatë shekujve të pushtimit, katolikët e ruajtën besimin në kushte të vështira, duke e mbajtur gjallë devocionin ndaj Zojës. Pra, kjo është historia, pra një histori mitike që ka të bëjë me Zojën e Këshillit Mirë, ose pajtorën e Shqipërisë. Para se të vim tek mesha, që do t'jetë materiali i fundit, mesha e shenjtë, kanë qenë mbi 1000 sa besimtarë dhe tjerë aty në hyrje të Shkodrës, ku është kalaja e Rozafës, pra në këmbë të saj, pikërisht aty është edhe kisha Zoja e Këshillit Mirë. Unë du të ndalim me një mënyrë tjetër që ka disa kohë që po bëhet për ta kremtuar këtë edhe në mirëditë. Kemi me të njëjtin emër, Zoja e Këshillit Mirë, ose Kisha e Zojës, që është edhe në Trojës të Përlatit. Në fakt është moranët e saj, në Trojës të Përlatit. Dhe vjet ka ndodhur një pelegrinim shumë i veçantë. E kam sjell atë reportazh vitin e kaluar, pikërisht nga Përlati, nga rrënojat e kishës atje deri në Shkodër tek Zoja, pra nga Zoja tek Zoja. Ishte një shtektim, pelegrinim në këmbë i vështirë përgjatë udhës së madhe. Madje ju dha një emër edhe kësaj udhe për ta quajtur dhe udha e Zojës, nga Zoja e Trojës të Përlatit tek Zoja e Shkodrës. Ndërsa këtë vit shtektimi është bërë në kahun tjetër. Është bërë nga Përlati tek Kisha e Zojës pikërisht në Shkodër. Unë po sjell një moment parë, që kemi edhe insert tani, sjell momentin pikërisht në mëngjes herët në ditën e parë, sepse 3 ditë ka zgjatë shtektimi i pelegrinëve, marrim momentin ku rreth mëngjesit, orës 7 e mëngjesit, u jepet bekimi udhëtarëve që do të bënin këtë rrugë të gjatë, pothuajse rreth 80 kilometra. Ndiqni pak. Mirëmëngjes gjitha. Mirëmëngjes. Po, është viti i dytë që po bëjmë këtë pelegrinazh, që po e bani ju këtë pelegrinazh. Pelegrinazhi është një formë e vjetër në përshpirtninë e krishterë, një formë e vjetër e lidhje. Nuk është vetëm për me hec. Sot, sikur se bëjnë për me hecin në për male, në për kështu që janë për me majtë trupin në formë etj, por kjo nuk është vetëm thjesht për me majtë trupin në formë, është një pelegrinazh, domethënë është një heci, është një rrugtim shpirtëror, sepse po niseni nga një kishë ose nga mbetet rrënojat e një kishe të Zojës së Këshillit Mirë dhe po shkoni drejt bazilikës Zojës së Këshillit Mirë në Shkodër. Për ne është shenjtënorja kisha më e famshme e Zojës në Shqipëri, ajo kisha e Zojës së Shkodrës. Kështu që vitin e kaluar disa prej jush e kanë bërë duke ardhur nga Shkodra këtu. Këtë vit disa prej jush plus disa tjerë po e bani në të kundërt, pra duke nisur nga
kisha e Zojës Perlatit tek Bazilika e Zojës Këshillit Mirë. Në një vit veçantë, faktikisht, sepse këtë vit është edhe jubileu i shpalljes së Zojës Këshillit Mirë si pajtoria e Shqipënisë dhe e gjithë shqiptarëve, mbrojtësja e Shqipënisë dhe e gjithë shqiptarëve. E do të ketë edhe një këndtim ditën e diel masdite, që shpresoj ju do të jeni aty, do të keni mërrej deri në orën 5 masdite ditën e diel. Do të jetë një këndtim, do të vi një kardinal nga Roma, por do të jemi gjithë të shpitë gjithë trevave shqiptare aty në atë këndtim, e do të jeni edhe ju. Unë juftoj që gjatë këtij këndtimi, në pjesën e parë të rrugës, jam i kënaqur që janë me ju dy meshtar, Dom Gabrieli dhe Dom Genci, kështu që japim edhe një kuptim shpirtënor. Unë i pata kërkuar edhe vjetë Dom Gabrielit faktikisht që t'i bëte disa kilometra me ju dhe i ka bërë disa kilometra, edhe jam shumë i kënaqur për këtë gjë. Ta jetoni edhe me një lloj përshpirtnie, për edhe me një lloj dëshire për me ju lutë Zotit, edhe për me lanë Zotin me vepru jetën tonë nëpërmjet Zojës Bekume që është nana kishës, nana e gjithë besimtarve në Krishtin. Mirë, unë përveç se t'ju uroje t'ju jap bekimin e Zotit, nuk kam gjatë tjetër se qa me shtu, dhe kështu që ashtu se mundemi tani po bëjmë një lutje bashkë, pastaj marrim bekimin e Zotit. Në emër Tatit e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Ati që je në qiell, u shënderoft emri, ardh mbretënia jote, u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut të Jezusi. Shenjtja Mari, nana të Zot, lutu për ne mëkatësorët, tashë në fill të vdekjes sonë. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti qoftë me ju. Me shpirtin. Ju bekoft hyj gjithë kushtetshëm Ati e Biri e Shpirti i Shenjtë. Amen. Tani, kemi pelegrinin më të ri dhe pelegrinin më të vjetër. Hajde ti këtu. Hajde ti fal këtu. Hajde në këtu. Këta janë më i riu dhe më i vjetri që po nisen sot për në Shkodër, edhe ti marrin shembull më të rit edhe më pak vjetrit. Faleminderit doktor Pali, faleminderit se kemi. Egzof Leonard, faleminderit edhe ty që po shkoni. Faleminderit gjithëve që po bëni këtë sakrificë për Zotin e për Zojën e besimit. Rrugë marë. Kur 3 minutë që janë deri në diga për Si që thash, ishe një shtektim për rreth 80 kilometra. Unë kam bërë një pjesë vitin e kaluar, këtë vit kisha angazhime tjera, sepse një pjesë rrugë mund ta bëja, po 80 kilometra nuk mundi përballojë dot. Gjithsesi, me atë devocionin shpirtëror, hyjnor, kam vënë re që ky grup ka arrit ta përballojë të shtektim të jashtëzakonshëm i rrallë në Shqipëri. Dhe e rëndësishme është që përgjatë gjithë shtektimit unë kam marrë si thush të dokumentuara, të filmuara nga ata që kanë rrugtuar dhe mi kanë sjellë për t'i bërë pjesë të një reportazhi. Ka shumë rëndësi mënyra se si bëhet shtegtimi dhe mbi gjitha është një rrugë e mbushur me atraksione. Duke nisur nga rënojat e kishës së Trojzit në Përlat, pastaj për të ardhur për të kaluar Buklin, ku është një nukull shumë i rëndësishëm i lidhjes së Ilirisë me Arbrin, është vend ku kemi tuma ilirike, por edhe varrezat mesjetare arbrore. Por zbritur pastaj në rrugën e Komit tek NBTO Il,
dhe për të ngjitur sipër për shpal, duke vazhduar udhës së madhe mesjetare për në Shqesh, ku pelegrinët kanë bujtur në një bujtinën Prendi aty për të kaluar një natë dhe për të rifreskuar nga energjitë të nesër, për të kaluar në Vallën e Madh, ura e famshme mesjetare aty, pastaj në Simon të Kaqinarit, në pjesën e Kalorit, ku janë sërish kemi tumat të famshme aty, për të ardhur në Ngrej, pastaj në pjesën tjetër drejt Vigut dhe drejt Vaut Dejas. Pastaj kanë rarë në Shkodër dhe prej aty për të kaluar pak në për Shkodër dhe kanë ardhur pastaj në vendin ku është kisha e Zojës, në një publik që i ka prit në mënyrë shumë mahnitëse, sepse ishte vërtet të 10 veshur me kostume kombëtare, dhe për herë të parë ndodhë diçka e tillë, një pelegrim prej 80 kilometrash që është vërtet i rrallë në Shqipëri. Ndiqni këtë reportazh përshkrues që vjen pikërisht nga ata që kanë shtektuar dhe që unë i kam përmbledhur në një material rreth 17-18 minuta. Ndiqni. Gjeta juj? Gjeta, a jesi? Për ka rruga? E zoja këshillit me më Shkodër. Ja rruga marë. Një tjeta? Kështu, kanë të bjellën onë. I shkatron 5 muzina për bujtë, ka në pësi në në. Jenë të bujtë. Tash e mendoj kush do më hanë. Ja, uj lajthiza na furnizoj me uj. Udhimi po vazhdon. Kemi ardhur në qendrën, në ish qendrën administrative të Shpalit. Këtu jemi në Shpal. Pra kemi bërë besoj 25 km nga zoja e Këshillit për Latit deri këtu. Edhe rruga ka shku jashtëzakonisht mirë. Tani kemi edhe pak rrugë për të mbrit në Vallën e Madh. Atje ku do bëjmë edhe do ndalim që të pushojmë
për të marrë forca për nesër. Si që shihni, jemi 12 veta, si 12 dy shepujt. Edhe kështu do shkojmë deri në Shkodër, në kamp. Rruga shkoi shumë mirë, edhe koha mbajti mirë. Nesër nga mëngjesi kur dalim, kemi copë vështirë, po do ta bëjmë. Kemi kaluar të gjitha zonat turistike, siç është Lisatesh në Prenës, kemi ardhur në Bukël, ku janë këtu Matilire dhe Kisha e Shmërisë. Pastaj kemi ardhur në Reps dhe jemi ba me udhën e madhe. Nga udha madhe tash jemi në qendrën e Shpalit, do zbresim te Vaulli i Madh, te Ura Vjetër, e pastaj me radhë me video tjera do t'ju shoqëroj. Ju përshëndesim nga Shpali. Ju rujt zoja. Si ti mole je pato mirita, e umre pato mirita. Tjera zotin, aje si. Tjera. Kanë me makinë? Po? Çfarë do thonë? Ku e mo? Po ti ka nevojë me het. Aje po. Tjera, aulom, mënyrë. Ha, sak. Po lim po si e. Mesh në siget janë. Vjen do shavesh. Po ha shish që. Jo, shesi shërbe. Sot aure i para. Shkomë në lezo bërë. Une? Man, për haru, doktori vjetë dishka, e shkoj, thashtë të thotë si një shpa problem. E kishat janë. Përmërsisht e atëherë e shkoj e disha se nështë, po ja. Ma kujtoj një një së gjithë me gzime. Nuk shëkam. E Monika sa telefonisht lejo dhe shumë. Mirëmëngjesi juaj, jemi në urën e Vallit të Madh. Aty ku ishte ura e vjetër e Drurit, që kalon në udha e madhe nga Prizreni në Shkodër. Sa po kena dal nga Bujtina dhe kena fillu ecën sërish sot për të zoja Këshillit Mirë në Shkodër me rrugën që del nga Valli i Madh në Simon. Tu kemi Vallin e Madh. Do kemi një ecje prej një ore 10 minuta për me mrrit në Simon, masa në drejt Kalorit, Ungret edhe për Shkodër. Ju përshëndes. Të përshëndesim o Gjergj. Duket muret e rrugës, udha e madhe, udha e pajtonave, një fjalë tingëlluese, fonetike, jashtëzakonisht e mirë që lidh
të kalumen me modernën, udha e pajtonave. Këtu merre pesa e parë dhe nxitë sipër dhe del qaf vorës. Nga kjo anë aftej, kemi lumin e Shënxerxhit, zallin e Shënxerxhit, edhe kalojmë në anën e përteme, ku jemi në drejtim kalorit. Këtu kemi ujë me mjalt, edhe është një përzierje nga mjalti që bën kujtim Jaku, bletari joni. Edhe këtë recetë kena përdorur edhe në malin e korabit me kujtimin. Është një serum i jashtëzakonshëm për rrugë, të ndihmon gëzuar me gjithë. Edhe pak minuta në vallë madh, kemi ardhur shumë para kohe. Kemi jetë si burra. Asfalti është i qik ma i vështirë se mali, sidomos për këto makinat, por na po ecim. Udhëtimi ton i është bashkuar dhe Mont Kosti, një nga guida turistike më të mira në Shqipëri. Ja po vi nga dalë, sa po kena kalu Jubanën dhe pa afrona drejt Zojës.
mund pedonale. Jemi të Kafja Madhe kur dikur militorët kishin historitë e tyre. Ja ku është Kafja Madhe, po është e bllokuar, është në punime tash sa vite, nuk dihet se si. Do gjejmë kafe të vogël, tim kafe. Zakonisht në militorë që na mësuam kafe të vogël, po do ta pim. Jena ullë me pi kafe në hyrën e Shkodrës. Venën e këna marrë për latit. Po presim edhe grupin tjetër si janë mrapa, një 3 veta, 4 vetë. Edhe kujtimi ka porosit drekën, nuk e di si shaba. Nga me sen që shumë. Kam hritën edhe grupi i dytë. Ta jemi bon këtu të gjithë. Për në nusë, Kuti Gjaku, Kristi. Shlenim telefon. Ta shena bënë gjithë. Do të pimi i gotë vene dhe do njësna. Do një movë të zoja gjithë. Zanë po farmë kati të regjim. O Jezus, ne të fatë tona, ne të që në tjere po si da masata që kanë më shumë dhe të për shirën kanë. Në të ditën sheti në turisë të mendojnë se Jezu Krishti 20 ditë pas që është ngjallur, në gjithë në qiell ditën e shëndimit. Pretty
Tani para se të vim tek mesha, po sjell një moment se çfarë ka ndodhur atje tek kisha e Trojzit, pra, jo tek kisha e Zojës këtu në Shkodër, për atje, ku atë ditë është bërë edhe një hecje në këmbë, është shumë pak minuta dhe unë kam dëshirë ta sjell pikërisht me besimtarët e devotshëm të asaj zone që shtektojnë nga rruga që lidh Lurën në drejtim të Trojzit tek rënojët e Vita. Ndiqni këtë moment bukur. Themi këtë shenjtë të vëzarë për në rafë madhë të Zotin të Zojës Bërtume, për përnes të katëve tona, për festim të shpirtëve të purgatorit, edhe për nevojet e kishës shenjtë. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Në të parën shenjtë e gëzimit, dhe të mendojmë Engjëllin Gabriel, që i shfaqet Maris dhe lajmëron se ai do të jetë nana shëlbusit. Ati ynë që je në qiell, shenjtëroft emrit, ardë mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Kujtohet dhe të kishme, na e sot, na i falë fajret tona, si i falim ne fajtorët tanë, që bosta në të djelëm të tim, por në gjëron të keqin. Amen. Jemi tek materiali i 4, si gjithë emisioni është ilustrues, unë besoj do të jetë i këndshëm për gjithë ju që po e ndiqni këtu në Akrolis TV. Para se të shkojmë tek mesha e shenjtë, unë do të sjell një kronik që ka të bëjë me një muze që është ngritur pikërisht tek Bazilika e Zojës së Këshillit të Mirë aty në Shkodër. Është një muze me artefakte shumë interesante. Mbi të gjitha, aty janë dhe veshjet kombëtare që ka përdor Nën Tereza. Dhe unë du t'i falenderoj të gjitha ata që kanë mundësuar këtë gjë, edhe kisha vetë, por edhe koleksionistët, studiusit e tjerë që kanë dhënë një kontribut për të bërë një muze shumë veçantë dhe ju këshilloj që të shkoni ta vizitoni. Për të parë pra edhe veshjen kombëtare të Nën Terezës. Është një gjë vërtet e bukur dhe kjo ekspozitë që thuhet aty sjell në vëmendje vlera çmore historike shpirtërore, duke theksuar rëndësinë e rrugës së subjektit të trashëgimisë edhe në periudha të vështira. Ka shumë rëndësi kjo. Përmes këtyre dëshmive rikthehet jo vetëm memoria kolektive, por edhe identiteti kulturor dhe fetar i komunitetit. Ndiqni këtë kronikë të shkurtër. Në ambientet e Bazilika e Nanës së Këshillit të Mirë u inaugurua një ekspozitë muzeale me karakter historik dhe shpirtëror në kuadër të 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë si pajtore e Shqipërisë. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë solemne me pjesëmarrjen e hirësisë së tij, kardinalit Rolandas Makrikas, përfaqësues nga Bazilika Papnore e Santa Maria Maggiore, si dhe autoriteteve të larta fetare dhe civile. Ekspozita paraqet një përmbledhje të pasur objektesh me vlerë të veçantë historike dhe kulturore, të cilat dëshmojnë për përkushtimin në ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore ndër vite, edhe në periudha sfiduese për vendin. Organizatorët theksuan se përmes kësaj nisme synohet jo vetëm rikthimi i memorjes kolektive, por edhe forcimi i identitetit kulturor dhe fetar të komunitetit. Historia, besimi dhe kujtesa nuk paraqiten thjesht si dimensione të skalumes, por si realitete të gjalla që ndërthuren me vetdijen dhe përvojën tonë shpirtërore. Ky takim sonte nuk është vetëm një akt kulturor, por një akt kujtese të gjallë, ku e kalumja bëhet e pranishme edhe merr kuptim në dritën e tashmes.
Sonte nuk hapim vetëm një ekspozit. Ne hymë në një hapësirë ku simboli te kalon vetveten, edhe bëhet shenjë e një pranie që shoqëron historinë. 130 vjetori i shpalljes së nënës së Këshillit Mirë Pajtore e Shqipërisë nuk është thjesht një datë kronologjike, një kronos, por një moment teologjik, një kairos, ku hiri i Zotit edhe historia takohen bashkë. Edhe kjo ekspoziti që bëjmë sonte, si ka theksuar Don Artur, nuk është vetëm një kujtesë. Do shta i nuk ka thënë që disa gjerat që kemi ekspozuar kanë qenë të ruajtur prej familjeve të ndryshme, e kanë ruajtur me besim, e kanë ruajtur deri sot, deri tani. Atër na flasin për gjera të kaluara, bi të gjithë për vuajtjet të, por na thojnë që është e mundur e duhet të shkojnë përpara, të ecim përpara. Atër nuk është vetëm një kujtesë, por është një nxitje për të ecur më përpara, që ne si besimtar mund të dëshmojmë këtë besim e mund të në të vërtetë ndërtojmë së bashku një qytet më të mirë. Sono veramente gioioso. Jemi lumtur, jemi pranishëm në këtë jubile marian të kësaj bazilike, edhe për faktin sepse vi nga një shejtnore mariane, shejtnoria parë mariane në botën në dimensionin perëndimor të kishës katolike. Është vërtet shumë emocionuese të shikosh se si kjo bazilike dhe përshpirtnia e Zojës lidhje me këtë bazilikë është e përhapur në gjithë botën. Kjo shejtnore në titullin e Zojës së Këshillit Mirë që është kryesorja për vendin tuaj, për Shqipërinë, është ndëruar për gjatë gjithë shekujve. Për gjatë shekujve këtu janë lutë të gjithë shumë besimtarë, të gjithë besimtarë të mënyrë veçantë edhe martirët e kishës tuaj. Prandaj është shumë domethënëse për me nisë këto celebrime dhe celebrimin e ditës nesër me këtë moment të ditës së sotme që lidhet me historinë. Sepse historia na mëson se si gjatë jetës ngjarje të ndryshme marrin atë vëmendjen e duhur e domethënien që na shërbejnë për të ardhmen. Uroj e shpresoj, kjo është në fakt edhe mesazhi jem që ky 130 vjetor i dhënies së titullit të Zojës së Këshillit Mirë si pajtore e Shqipërisë dhe shqiptarëve, shërbejnë si lidhje më e fortë e juaja me besimtarët, si lidhje e juaja më e fortë me vendin, me historinë, në mënyrë të veçantë që në të gjithë popullin e Zotit të rritet dashnia e kultit e dashurisë e ndërimit për nënën e Zotit tonë. Një ndër elementet më tërheqëse të ekspozitës është veshja tradicionale përdorur nga Nën Tereza gjatë rinisë së saj, një relike rrallë që ofron një lidhje të drejtë për drejtë me fillesat e rrugëtimit të saj njerëzor dhe shpirtëror. Ky objekt i jep ekspozitës një dimension të veçantë simbolik dhe emocional. Objektet dhe materialet që do të shohim sonte këtu dhe që na prezantohen, me që kam pasur mundësinë t'i studioj dhe t'i përkatis në aspektin e tyre historik, mbartin histori të heshtura, por jashtëzakonisht domethënëse. Shumë prej tyre janë ruajtur me guxim gjatë viteve më të errta të diktaturës komuniste, veçanërisht nga viti 1967 deri në vitin 1990, një periudhë kur feja u ndalua dhe çdo shej e saj u përndoq me ashpërsi. Teksa punonim këtë ditë për ekspozitën, gjithnim vinte në mend një imazh mjaft i njoftun i Anxhelinës Nenshatit. Teksa populli i Shkodrës rimerrte nga muzeu ateist figurat të cilat ishin ekspozuar aty për të diskredituar besimin. Pra, një mendje, një zemër, një shpirt qëndron te kjo forcë e madhe, kjo shpresë e të gjithëve, të bashkuar në besim. Dhe referu pikërisht këtij momentit ne mendojmë së bashkut me të gjithë këto të rinj që i kam pa mjaft aktiv sot e të gjithë këto ditë në këtë kish, përfshi edhe Don Arturin si një prej këtyre të rinj, të cilët patjetër i falenderoj për gjithë këtë angazhim të madh.
se si do ta ndërtonim këtë. Dhe kështu njerëzit ju përgjigjen bindshëm thirrjes për të sjellë reliket që ata i kanë ruajt në familjet e tyre. Ekspozita do të qëndrojë hapur për publikun duke ofruar një mundësi reflektimi dhe njohje më të thellë me trashëgiminë historike e fetare, si një pasuri që kërkon për kujdesje dhe përcjellje ndërbreza. Tani vim tek mesha e madhe. Unë në një kand që kam mujt me gjetë në atë vend që ishte vërtet shumë denga si mbushur, sa janë vendosur njerëzit edhe në për shpatin e malit të Rozafës, unë kam mujt të sjell disa filmime nga aktiviteti, pra mesha e shenjtë, duke bërë ekstrade, më pëlqeu shumë si mesh, kishte shumë rëndësi për mënyrën se si u përcoll. Unë do të sjell dhe një nga drejtuesit kryesor të Bazilikës papnore, kardinali është ai, të Santa Maria Maggiore, që kishte ardhur aty, pikërisht është Rolandas Makrikas, i cili theksoi rëndësinë shpirtërore dhe udhëhoqi gjithë meshën aty. Është një meshë e jashtëzakonshme, her pas here kam sjell në pamje edhe peligrinët, sepse peligrinëve aty ju dhanë dhe certifikata për këtë shtetim dhe vetë kardinali e përmeni këtë udhëtim mitik që është bërë nga Zoja e Përlatit për ta pikërisht tek Zoja këtu. Ndiqni këtë material nga mesha e shenjtë në Bazilikën Zoja e Këshillit Mirë në Shkodër. Momente këtu tek Zoja e Shkodrës, në pritjet të meshës, jetë një meshë madhështore, ka shumë prezencë të njerëzve, të besimtarëve që kanë ardhur jo vetëm nga Shkodra, nga Krahinat, por edhe nga shumë zona të tjera. Kemi Harlin me Harlin. Ja ku është Harlin. Do të dirigjoj torin të grupit, do i përcjell në hyjnore atë që ti me bëmë mirë halë. Ndërkohë që atje në fond, që janë peligrinë që janë nisë tek Zoja e Trojzit të Përlatit Mirdit. Dhe këto tani, ja u kanë ardhur, janë aty, kanë bërë 70 sa kilometra në kam. Është rrugtimi më mitik që është bërë në Shqipëri deri tani sa i përket peligrinimit. Sa po bëhet gati për të filluar mesha. Shkodrës para 33 vitesh tu ka qenë Papa Gjon Pali II, kur Shqipëria iku izolimit, sidomos po vinte besimi në Shqipëri, edhe ndaj është një kishë me emër dhe aq më tepër që është fajtorja e Shqipërisë. Është sa njerëz ka. Dhe e veçanta e kësaj kishe është edhe fakti që ndodhet si thush mund rënës, pra në këmbë të Kalas Rozafatit të Shkodrës. Kështu se në të gjitha pikpamjet është kisha më unike që ka Shqipëria. Shoh shumë edhe nga rëshenja, jo kemi edhe modën në
Dhe mirënjohje të sinqertë së bashku me bashkëvëlezërit të i peshkëvind këtu të pranishem dhe me barin të tjerë, me klerin, me regulltarit dhe sidomos me mbar populli shqiptar këtu të përfaqësuar nga kjo shumica besimtarish, të ardhur nga Shkodra dhe nga çdo pjesë e vendit, disa prej të cilëve kanë bërë edhe 100 kilometra në këmbë për të qenë këtu këtë mbrëmje. Ju përshëndesim, ju japim mirëseardhjen tonë me të përzemërt në këtë bazilikë të Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër. Zemra shpirtërore e qytetit tonë dhe mbar vendit, vend kaq i dashur për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Prania juaj në mes nesh, eminencë nderuar, në cilësinë e arciprete të Bazilikës së Shenjtë Marisë Maggiore në Roma, na nderon thellësisht dhe na forcon në bashkimin e gjallë me Kishën Universale. Në këtë ditë feste në të cilin kremtojmë Zojën e Këshillit të Mirë, mbledhemi si populli rreth nënës, për t'ja besuar me besim jetët tona, familjet tona dhe udhëtimin e kishës sonë. Është një gjest i thjeshtë, por thellësisht i rënjosur në historinë dhe në fen tonë. Këtu mësojmë t'ja dorëzojmë Marisë gëzimet dhe vështirësitë e çdo dite, të sigurt për praninë e saj amërore. Kjo bazilika nuk është vetëm një vend devotshmërie, por është kujtesë e gjallë e fesë së popullit tonë. Në këtë vend jehon lutja e brezave, ruhen vuajtjet dhe shpresat dhe ripërtërihet besimin edhe në kohën më të vështira. Kështu ka qenë në vitet e persekutimit të komuniste dhe kështu vazhdon të jetë edhe sot. Kur gjithçka duket se lëkundet, këtu zemra gjen paqe. Kur rruga bëhet e pasigurt, këtu ndiset sërish shpresa. Për këtë arsye ajo mbetet për të gjithë shqiptarët një burim pushlimi dhe një pikë sinqert riferimi në udhëtimin e jetës. Sot me këtë kremtim solemn hapim edhe viti jubilar marian, në përkujtimin e 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë si pajtoria e Shqipërisë. Është një kohë hiri që na fton të ripërtërim besimin tonë në ndërmjetësinë e saj amënore dhe të rizbulojmë bukurinë e një feje të jetuar me thjeshtësi dhe guxim. Eminencë nderuar, ju falenderojmë që keni pranuar ftesën. Prania juaj është për ne shenjë bekimi dhe inkurajimi. Na ndihmoni ta shohim te Maria një udhërefyese të sigurt në rrugën tonë, që si ajo të dimë të dëgjojmë fjalën dhe ta zbatojmë në jetën e përditshme. Mirëseardhjet në mes nesh dhe faleminderit nga zemra. Ty të gjithë kushteshëm, dhe ju vëllezër e motra, se kanë pranuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për më të madhin fajin tim. Prandaj bëj porositën se numës Mari, gjithmonë virgjë, dhe gjithë engjëllëve, shenjtëve, dhe ju vëllezër e motra, që ju keni për mua Zotit Kryutor. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
e ci guidi nei travagli della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pietri bashkë me të 19 u qua në këmbë, e ngriti zërin dhe tha: Bura Judeas dhe ju të gjithë që banoni në Jeruzalem, mirë ta dini këtë gjë e me kujdes dëgjoni fjalët e mia. Le ta di pra, pa far dyshimi, mbar populli i Izraelit, se mund këtë Jezus që ju e kryqëzuat, ky e bëri zotëri e Mesi. Kur i dëgjuan këto fjalë, u tronditën në zemër dhe i thanë Pietrit e apostujve të tjerë: Çka duhet të bëjmë ne, o vëllezër? Pietri u dha përgjigje: Kthehuni dhe secili prej jush le të pagzohet në emër të Jezu Krishtit. Eccellentissimi presuli riconvenute da paesi di Montenegro, da Kosovo e da Sarajevo, sacerdoti, religiosi, carissimi fedeli e autorità religiose, civili e militari, anche rappresentanti della Chiesa ortodossa in Albania. Sono lieto e ringrazio di cuore Monsignor Gherghi Meta e Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Ferragine per l'invito a nome della Conferenza Episcopale Albanese all'apertura dell'anno giubilare mariano, che coincide con il 130° anniversario della proclamazione di Maria Madre di Dio del Buon Consiglio quale patrona dell'Albania. Rregulltare, autoritete civile të dashur besimtar. Jam I lumtur dhe falenderoj nga zemra shkëlqësinë e tij Im Zot Gjergj Meta dhe shkëlqësinë e tij Im Zot Giovanni Peragine për ftesën në emër të konferencës I peshqvorët Shqipërisë në hapjen e vitit jubilar marian, I cili përkon me 130 vitorin e shpalljes së Marisë në Këshillit Mirë pajtore e Shqipërisë. Do I fillu me këtë premtim edhe I gjithë viti jubilar që I kushtohet Marisë do të jetë një kohë reflektimi dhe kohë feje. Është një moment kujdese për bashkësinë katolike, një grigj e vogël që prej shekujsh lutej në këtë bazilikë mariane, tu I kërku dëshmoj Jezusin dhe të jetoj përgjësim e të kenonit kish e hyri. Ai që ka fe nuk kufizohet vetëm me festimin e përvjetorëve apo jubileve,
gjë që do të ishte kalendare edhe pak domethënëse. Ai që beson në punërazi, ban kujtesë. E bashkëkujtesë do të thotë të marrësh gjallë dhe të pranishme atë ngjarje dhe të vazhdosh të përjetosh gjallënimin e hirin e saj, duke përshkruar shekuj edhe histori. Në Ngjillin e Gjonit, Krishti thotë, unë jam dera e lëndë. Nuk ka marrë që delet ta kenë jetën, por ka marrë ta kenë në plotësi. Të fjalë jehojnë sot me një forcë të veçantë në këtë vend të shenjtë, në bazilikën e Nënës së Këshillit Mirë, zemër shpirtërore e popullit shqiptar, ku prej brendzash besimtarët vinë për të kërkuar dritë, ngushëllim dhe këshilla. Jezusi paraqitet si dera. Jo një derë si jo një ndër shumë të tilla, por dera e vërtetë, e drejton zemrën drejt birit. Këshilla saj nuk është thjesht një fjalë mençur, por një jetë që udhëzon, një prani që shëtshon. Në këtë vit kaq domethënës, në të cilin përkujtojmë 130 vitorin e shpalljes së Marisë Nënë e Këshillit Mirë si pajtore qellore e Shqipërisë, kuptojmë me mirënjohje se Maria ka ecë me këtë popull në histori, në kopës provash, në vujtje, në përndjekje, por edhe në ringjallje, edhe në shpresë. Sa herë në historinë e Shqipërisë, populli ka përjetuar atë që Jezusi thotë në Ungjil, praninë e hajtudave edhe të cupave. Pra, të forcave që vjellin intimitetin, lirinë dhe shpresën e njeriu. E megjithatë, pikërisht në mes të këtyre sprovave, feja nuk ka shumë në këtë popull. Si një grigj ndonse vogël, ky popull i hyj ka vazhdu ta neglojnë zonin e variu të mirë. Kjo bazilikë mariane është thellësisht e lidhur edhe me bazilikën papnore të Santa Maria Maggiore në Rom, një nga vendet më të lashta edhe më të nderuar mariane të Perëndimit. Nga Roma në Shkodër, prania mënore e Marisë bashkon popujt, kalon kufit, ndërton bashkësinë e të krishterëve. Është sikur nana që shoqëron vrëmtimin e popullit të saj, duke marrë gjallë një kujtesë feje dhe ka përcjell distanca edhe provat e historisë. Në këtë lidhje mes Romës dhe Shkodrës shfaqet edhe premasa universale e kishës, një grigje vetme, një bari i vetëm. Edhe pasardhësi i Pjetrit, sot Papa Leoni XIV, ka ndërim të madh në Nënës së Këshillit Mirë, i cili na kujton vazhdimisht këtë njësi të jetuar në dashni edhe në shpresë. Paraardhësi i tij, Papa Francesco, tashmë i ndjerë, na ftonte shpesh të mos jemi të krishterë të mbyllur në gardhet e frikës, por në nxans që dëgjojnë zënën e bariut edhe lanë veten të udhëheqen prej tij. Theksonte sërish Papa Francesco ndjerë se feja nuk është një stres statike, sillet 38 martirë shqiptar të lumturuar në vitin 2016 me vullnetin e Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, celebrare questo anniversario e l'anno mariano non è solo guardare al passato con nostalgia, ma rinnovare oggi un atto di fede. Significa dire anche oggi vogliamo lasciarci guidare da Cristo. Këshilli vendosur këtu për herë të parë është dhuratë e një familje bujare shkodrane që ka dëshirë me gjithmonë anonim, por ka pas dëshirë me apo dhuratë kishës së Zojës, pikërisht në kuadrin e 130 vitorit të shkallës së saj si pajtore e popullit shqiptar. E tash sot e bevojmë për herë të parë, e kështu mbrapa kemi me pas fatin me pas do gjithmonë një.
uniti nella gioia, fratelli e sorelle carissime, nel momento in cui viene esposta la pubblica venerazione all'immagine di Santa Maria, venerata sotto il titolo di Madre di Buon Consiglio. Questa immagine sta a significare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa. Maria infatti è la Santa Madre del Verbo, fatto uomo, icona del Dio invisibile, ed è della stessa immagine, tipo e modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere. Il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo. Il modello a cui la sposa di Cristo si ispira per l'adempimento della missione apostolica. Con animo devoto e filiale ora invocheremo la benedizione del Signore su questa statua perché i fedeli guardando a Maria siano ispirati a conformarsi sempre più all'insegnamento di lei che disse e ancora oggi ripete a noi: fate quello che Gesù vi dirà. Vëzën e motra shumë të dashur, jemi vlerë me gëzim në këtë qast ku do të paracesim për ndërim publik truporën e shajit të Marisë, i ndëruar me titullin e Natës së Këshillit Mirë. Kjo truporë shpreh sa e fortë dhe jetësore është lidhja që bashkon Virgjën Mari me Krishtin dhe me Kishën. Maria është në të vërtetë nana e shajit e fjalës së bamë njeriu. Ikoni hyjt padukshëm, është modeli i Kishës, imazh në cilin Kisha sodit me gëzim për mbushjen e plot të asaj që dëshiron dhe shpreson të bëhet. Në të Kisha një udhën dhe normën për një bashkim përsosur me Krishtin, modeli nga e cila nusja e Krishtit frymëzohet për përmbushjen e misionit apostolik. Me shpirt për shpirtshëm dhe besor, tani do ta thrasim bekimin e Zotit, mikë trupore, që besimtarët, duke studit Marinë, të frymëzohen të përgjasojnë gjithëmijë e më shumë simit saj, e cila ende sot na përsërit. Bani gjithçka që Jezus e t'ju thotë. O Dio, che alla tua Chiesa pellegrina nella fede hai dato in Maria Vergine l'immagine della futura gioia. Concedi ai tuoi fedeli che ti presentano questa sua icona, questa sua statua, di poter sempre alzare gli occhi con fiducia verso di lei. Fulgido modello di virtù per tutto il popolo degli eletti, per Cristo nostro Signore.
Ponci Pilat, kështoi dhe u paros, dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, dhe u ngrit në qiell, dhe rrit në lafën e Artit, dhe përsëritët të vijë në latrin, për të gjykuar të gjallët të vdekurit, dhe fëmia e tij nuk do të jetë më ende. Besoj në Shpirtin Qend, që rezon jetën nënës, që rreth reatët e Kryerit, që natën e mirin, adhurohet dhe adhurohet, që folin me profetëve, dhe mbi shtretën, shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmojnë një bashkësim të drejtën, për faljen e mëkateve, për zgjatjen e të vdekurve, dhe jetën e pasosur. Amen. Të bashkuar në mbrojtjen e nënës së Këshillit të Mirë, pajtore e popullit shqiptar, ta tërrasim me fe dhe besim të plotë atin e mëshirshëm në realizimin e lutjeve tona, që ta udhëheqë kishin e tij dhe shoqërinë tonë drejt përmbushjes dhe realizimit të planit të tij hyjnor në tokë. Themi së bashku me ndërmjetësinë e nënës së Këshillit të Mirë, na dëgjoj o Atë. O Ati Mirë, ndërmjetëso për kishën tonë që është dritë e dorës. Bekoje në drejtimin e Grigjës Papa Leonin XIV, kardinalin e pranishëm Monsignor Rolandas Makrickas, i peshviton shqitor e të gjithë mështarët. Bëj që me ndjenja falënderimi e mirënjohje të marrin hirin e shëtrimit në këtë ditë jubilare, 130 vjetë me nënën e Këshillit Mirë, të lutemi. Ta besojmë ty, o nënë e Këshillit Mirë, seminarin tonë, qëndro afër përgjegjëse, e me qëndres dije për shpërtni, e ardhme atyre të buloset me shëgurimin me shtarak. Bekoje e vazhdimësinë e misionit të kishës, në thirrje të reja e të shenjtë. Me engjëj e shenjtër, të lutemi. Me ndërmjetësinë e nënës së Këshillit Mirë, na dëgjoj o Atë. Dëgjoj o Zot të lutjen e bijve të tu, të cilët të luten në plot të shpresë bashkë me nënën e birit tonë. Ndihmoju që ta imitojnë Marinë në besnikrinë që ajo kishte ndaj fjalës tënde për të mirën e përhapjes së mbretërisë qendrore e për Krishtin Zotin tonë. Amen.
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai colmato dei tuoi doni Maria di Nazareth, perché divenisse degna madre e generosa socia del Redentore. Guidata dallo Spirito Santo, ricercò in tutto e sempre il tuo volere e magnificando la tua misericordia adempì intimamente al tuo eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concede, o Signore, che si uniscono alle nostre umili voci nell'inno di lode. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia.
falëndërua edhe një herë familjen Shkodrame që i thash në me lanë anonime sepse vetët atë dojnë ashtë volete ty në me kene anonim për kontributin që ka lanë me gjitha politik shtatore, shërpore, dhe zojë se këshillet mirë, ashtë një dhërat, falë bujarisë të tyre, zoja për gjatë jetë që ka shturbly shumë e shumë herë, e ta shtetet dojnë që vërtet një farë mënyrë me ketë mirë një opsne e zojës, dhe nga të bëtë në dhërat të mrekullueshme. Prandaj faleminderis e Zotit ju është problem. Në fund, legroj që Selia Shej, Penitenceria Apostolike, ne ka dhanë gjitha të drejtën që për këtë kish, gjatë krejt vitit, deri vitit që vjen, sot një vit, kjo kish është kish jubilare, sepse ka shkuar konferenca, por na ka dhënë edhe mundësi në pasin pjesën e plot. Prandaj, secili që kalon, shtekton në këtë kish të zojës, keni mundësi çdo ditë të vitit në marrë ndjesën e plot, sipas kushteve që Selia Shej i ka paracaktuar. Në fund, për me dashtë e për me falëndëruar vërtet kardinalin për praninë e tij në mesin tonë, ne duhet t'i japim diçka që një farë mënyre përfaqëson secilin prej nesh, që nga vërtu sonë dhe konkret popullin shqiptar. E ku ka gja ma të mrekullueshme, ma të bukur se me i bërë dhurat nanën e këshillit mirë. Aja që ka udhëheq popullin, por udhëheq edhe kishën. Prandaj du që vërtet, ne emrin e secilit për jush, t'ia dorëzojmë ikonën e bëmë këshilli nga një piktor shqiptar, ikonën e nanës së këshillit mirë. Prima della benedizione vorrei ringraziare tutti voi per questa Eucaristia, questa Santa Messa così commovente. Në fund të i kërkimi eukaristik dëshiroj të falenderoj secilin për jush për këtë celebrim eukaristik shumë të përjetuar. È molto commovente vedere così tanta gente all'aperto a celebrare la messa e questo a noi mostra che la fede, la Chiesa non si chiude in un edificio. Është shumë përmalluese me pa kështuar kaq shumë njerëzish duke kremtuar jashtë, që na tregon se feja nuk mbyllet në një ndërtesë. Perché l'edificio si può aprire e si può chiudere. Sepse ndërtesa mund të hapet e mund të mbyllet. Ma la fede che vive nel cuore di un credente non si può chiudere mai. Por feja që jeton në zemrën e një besimtarit nuk mund të mbyllet asnjëherë. E questa Santa Eucaristia, come tante altre, quando non c'era ancora le chiese qui, era piana, la chiesa era distrutta, ma voi lo stesso siete venuti e i vostri avi venivano qui a pregare e li chiamava fede in Dio. Kjo shumë mesh tjera të cilat u kremtuar në këtë vend ku kisha ishte shkatruar e feja të cilat e parë të që gjithmonë vinin këtu kur nuk kishte asgjë. E sono lieto stasera di poter consegnare a Sua Eccellenza un piccolo regalo, un piccolo simbolo che questa Eucaristia, questa fede continua a essere così forte e si rafforzi soprattutto durante questo anno mariano che voi incominciate a celebrare. Mirë që kjo fete të rritet dhe të jetë sa më e fortë gjithmonë, sidomos gjatë vitit jubilar, jam i gëzuar në rrugë që kanë thënë që shpërgjithësisë e tim do të vani Peraqin ti drejtoj e ti dhuroj një objekt. E questo segno un calice dell'Eucaristia. E kjo objekt është kjo shenjë, kjo simbol është një kaliç e Eukaristisë, in che si rappresenta Aquila, që
Përfaqëson edhe shqiponjen të pikturuar të vendën me këtë kelp, il simbolo del vostro popolo, ma anche dell'Evangelista Giovanni. Shqiponja një simbol I popullit tuaj shqiptar, por edhe të Vangjilit Gjonit. E anche la pergamena dell'aggregazione del vostro santuario, Basilica Maria di Buon Consiglio, alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Edhe pergamena e lidhjes së ngushtë dhe Bazilikës Minore të Zojës Këshillit të Mirë, Bazilikës tonë me Bazilikën Papnore Santa Maria Maggiore. Adesso la benedizione del Signore, che sarà unita anche al saluto e alla vicinanza di Papa Leone. Tash do të marrim bekimin e Zotit që I bashkangjitet afërsisë së Patit Shenjtë Papa Leoni. Il Signore sia con voi. I lutem për kulli I kryt me marrë bekimin solemn. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, ricolmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a tutti voi che celebrate con fede questa memoria e festa di Maria, Madre di Buon Consiglio, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente per intercessione di Maria, Madre di Dio e Madre di Buon Consiglio, discende su di voi e con voi rimanga sempre nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Lura jeni.